Shteti shqiptar duket se ka hyrë në një situatë komike, absurde, qesharake, po padyshim dhe të padenjë në raport me emigrantët shqiptar. Ditët e fundit kam marrë me 10 mesazhe të cilët kanë ardhur kryesisht në rrjetet sociale, por edhe drejt për drejt në numrin tim, i kanë shkruar emisionit Opinion, i kanë shkruar faqes Opinion Pikal, në të cilën shqiptarët denoncojnë, në fakt ata ja veshin Ministrisë Brendshme, por nuk ka lidhje me Ministrinë e Brendshme, ka lidhje me ligjin në përgjithësi, pa mundësinë për të marrë shtetësinë shqiptare. Por në çfarë rrethanash ndodh kjo? Historia është shumë interesante. Shumë emigrantë shqiptarë, cilët janë larguar që për vitin 1990 nga Shqipëria dhe janë vendosur në Gjermani, në Hollandë, në vende të tjera, pra varet një seri vendesh, kur kanë marrë, pra kur kanë aplikuar për pasaportën dhe shtetësinë e vendit ku ata kanë qenë, po marrë Gjermani në rastin konkret, kanë qenë të detyruar të lënë pasaportën ose shtetësinë vendase. Pra, Gjermania, Hollanda, disa vende tjera të botës nuk kanë pasur rregullin e dy shtetësisë, siç ka Italia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe apo vende tjera. Në këto vende, nëse ti do doje të bëhesh shtetas gjerman për të patur të gjithë, po e quaj ato benefitet që vijnë nga qenë shtetas i Gjermanisë, duhet dorëzoje shtetësinë shqiptare. Me 10 mijëra, numri ndoshta nuk është i saktë, po me siguri ka kaluar mbi 70-80 mijë shtetas shqiptar kanë që të detyruar të drejtojnë presidentit të Shqipërisë për të hequr shtetësinë shqiptare. Në 35 vjet, pra me 10 mijëra shqiptar që kanë emigruar në Gjermani, në Hollandë apo në vende tjera që nuk lejojnë dy shtetësinë, kanë qenë të detyruar të heqin shtetësinë shqiptare për të marrë shtetësinë e vendit tyre. Por ka ndodhur një ndryshim për arsye të presionit të fortë për vende pune, për arsye të vështirësive për të gjetur emigrant të kualifikuar. Gjermania bëri disa ndryshime, ndër të cilat më kryesoret ishin heqja e rregullit të një shtetësisë, që nga një korriku i vitit 2024, Gjermania të lejon të marrësh dhe një pasaportën gjermane duke pasur pasaportën e vendit prej nga vjen, ose një pasaportë të dytë, qoftë edhe të tretë, dhe njëkohësisht ka hequr rregullin që ti nuk mund të marrësh shtetësinë gjermane pa njohur gjuhën gjermane, në mënyrë që të marrë emigrant kualifikuar ose krah pune të kualifikuar për të shërbyer asaj. Në këto rrethana, që nga një korriku i vitit 2024, me 10 mijëra, po them me 10 mijëra sepse vetëm unë kam pasur mbi 200 mesazhe, shqiptarë të cilët e kishin humbur shtetësinë shqiptare dhe e kishin marrë atë gjermane, kanë aplikuar për të rimarrë sërish shtetësinë shqiptare. Kanë aplikuar, kanë shkuar, kanë trokitur në dyert ambasadës, ambasada sipas rregullit ju ka vënë në dispozicion materialet që ata duhet plotësojnë për të marrë shtetësinë shqiptare, është një listë në bazë të ligjit për shtetësinë shqiptare dhe pjesa më e madhe e tyre i ka plotësuar. Por çfarë ndodh? Këtu ka një absurd. Për të marrë shtetësinë shqiptare ka dy pika në të cilën ti duhet paraqisësh një certifikat lindje origjinale të shtetit shtetësinë e cilit ke. Pra, një shqiptar i cili ka shtetësinë gjermane, për të rimarrë shtetësinë shqiptare, duhet paraqisë një certifikat lindje gjermane. Po shteti gjerman nuk mund t'i japi certifikat lindje gjermane këtij emigranti i cili ka lindur praktikisht në Shqipëri dhe mund të marrë një certifikat lindje vetëm shqiptare. Nuk ka si ta marrë gjermane, nuk ka lindur në Gjermani. Nuk ka si lëshon shteti gjerman një certifikat lindje për dikë që ka lindur në Shqipëri. Por certifikata lindjes shqiptare nuk është e vlefshme, sepse nuk është e unifikuar me vendin, pra nuk është certifikat lindje e vendit ku ky njeri është në shtetas. Kur ligji është bërë, nuk e di në cilat vite, ka pasur parasysh që shtetas të huaj do vinin për të marrë shtetësinë shqiptare. Pra nuk është menduar që një shqiptar mund ta humbte dhe mund të kërkonte ta rikthente shtetësinë shqiptare sepse nuk ishte rasti i Gjermanisë. Përtej Gjermanisë së fundmi është dhe Hollanda duke parë me shumë vëmendje idenë e ndryshimit të dy shtetësisë. Pra dhe Hollanda shumë shpejt me gjasë, sepse po diskutohet, do të kalojë në sistemin e 2 ose më shumë shtetësive për arsye të nevojës që ka për krah pune të kualifikuar. Pra rregullat rigjide që këto vende të Bashkimit Evropian kishin vendosur tashmë i kanë ndryshuar për të pasur më shumë emigrantë. Ndërkohë, nëse dhe shqiptarët e Hollandës, si shqiptarët e Gjermanisë, si thash mund të jenë disa 10 mijëra, deri tani mendohet janë rreth 100.000 shqiptarë të vendosur në Gjermani, të ikur herët apo dhe më vonë, pjesa më e madhe e tyre kanë pasaporta gjermane ose po aplikojnë për pasaporta gjermane, kanë mundësinë të kenë dy shtetësi. Edhe ata që e kanë humbur shtetësinë, pra ata që kanë shkuar të ri, padyshim mund të marrin pasaportën gjermane pa e prekur pasaportën shqiptare. Por ata që kanë shkuar herët dhe e kanë humbur pasaportën shqiptare,
kanë mundësi ta rimarrin. Pjesa më e madhe e tyre, të paktën siç më shkruajnë mua, se ne nuk i masim dot, në masën mbi 80% po kërkojnë ta rimarrin pasaportën shqiptare. Dhe kanë ngelur te ky absurditet. I nisin dokumentat në Ministrinë e Brendshme Shqiptare përmes ambasadës, Ministria e Brendshme Shqiptare me të drejtë, se thash mos vini përgjegjësi Ministrisë Brendshme. Ministria e Brendshme Shqiptare me të drejtë, po them me të gjitha rregullat, është duke ju kërkuar certifikatin e lindjes se kështu thot ligji. Certifikata e lindjes nuk mund të jetë. Edhe një herë insistoj, është absurde për çdo ligjvënës shqiptar, për çdo antar të Parlamentit shqiptar, që ti kërkosh certifikat lindje një shqiptari që ka lindur në Shqipëri që ta ketë detyrimisht gjermane. Nuk mund ta ketë, nuk ka lindur në Gjermani. Kështu që është në nderin e Parlamentit shqiptar të mblidhet qoftë dhe jashtë radhës, sepse Parlamenti e ka përmbushur misionin e tij, dhe të vendos një rregull të ri për shtetësinë. E para njëherë duhet të ketë një kapitull më vete brenda ligjit për shtetësinë që të dedikohet shqiptarëve që e kanë humbur shtetësinë, shqiptarëve të cilët nuk kanë arritur të regjistrohen, se ka shumë fëmijë që nuk i kanë regjistruar fare, që kanë lindur jashtë, por që ata në gjendjen civile shqiptare mund të regjistrohen si shqiptar, ose që mund të kenë lindur në Shqipëri dhe si kanë regjistruar më pas. Ka një numër tjetër. Ky është korpusi kryesor, pra korpusi i emigrantëve që kanë lindur me shtetësi shqiptare ose kanë lindur nga prindër shqiptar dhe si janë regjistruar, cilët nuk trajtohen fare. Kisha një rast tjetër në Itali që një djalë i lindur nga 2 prindër shqiptar donte të merrte pasaportën shqiptare dhe nuk ja jepnin, që është një absurditet sepse ai ka lindur nga 2 prindër shqiptar, shtetas shqiptar në momentin e lindjes. Nëse një nga prindërit e tu, dhe kjo ndodhi në vitin 90, kishte qenë shtetas amerikan kur fëmijët kishin lindur, të gjithë këtyre shqiptarëve në vitin 1991 ambasada amerikane ju akordoi pasaportën amerikane, sepse konsiderohen amerikan nga lindja. Shqipëria bën numra për shqiptarë të lindur nga prindër shqiptar me kombësi shqiptare. Versioni tjetër janë shqiptarët emigrantë afatgjatë. Nuk po flas këtu për shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malizit që në gjykimin tim e meritojnë pasaportën, por është çështje e shtetit. Por për shembull takova në Siri një numër shqiptarësh të cilët kërkonin pasaportë shqiptare, kishin ikur 100 vjet më parë, kanë pasaportën siriane, duan të marrin dhe pasaportën shqiptare, ndihen shqiptar, ishin me lot në sy duke kërkuar pasaportën. I kanë nxjerrë të gjitha dokumentat që vërtetojnë origjinën e tyre shqiptare, certifikatet e lindjes të gjyshërve të tyre, regjistrimet e vjetra të kohës zogut, apo edhe më të hershme apo pak më të vona. Dhe nuk ju jepet pasaporta. Shqipëria nuk e ka luksin të refuzoj shtetësinë shqiptare ndaj shqiptarëve ose atyre me origjinë shqiptare, ndaj askujt, por sidomos ndaj tyre. Shqipëria ka sot më pak shqiptarë që jetojnë në Shqipëri se sa jetojnë në emigracion. Ne kemi më shumë se gjysmën e popullatës jashtë Shqipërisë. Është skandaloze, e padenjë, e padrejtë dhe natyrisht e turpshme që Shqipëria të refuzoj shtetësinë ndaj atyre shtetasve që të huaj me origjinë shqiptare, me prejardhje shqiptare, me kombësi shqiptare. Është e padrejtë. Italia, Gjermania, Spanja, Britania Madhe janë duke dhënë shtetësi për Argentinas, cilët ishin larguar me më shumë se 100 vjet larg, mjafton të vërtetojnë prejardhjen e tyre nga këto vende, ndërsa Shqipëria ju bën numra atyre shtetasve që kanë ikur 20 vjet të fundit. Ndryshoni ligjin, ndryshoni ligjin, ndryshoni ligjin se është turp.